Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha vizitoi zonën e Spitenit në Lezhë për të parë nga afër situatën e krijuar nga përmbytjet. Basha akuzoi kryeministrin Rama se ka braktisur qytetarët. Ai kërkoi shpalljen e gjendjes së jashtëzakonshme dhe shpërndarjen e ndihmave për banorët e prekur nga përmbytjet. Kryeministri ka braktis njerëzit, ka braktis përmbyturit. Unë i bëj thirrje autoriteteve të dislokohen urgjentisht në zonën e përmbytur. Shpallet gjendja e jashtëzakonshme t'i vihet në ndihmë qindra familjeve që janë të rrethuara nga uji. Shqiptarët përmbytur ai në luks. Kjo është e papranueshme, kjo është kriminale. Ndërsa nga fushkruja kreu i opozitës tha se kryeministri Rama nuk interesohet për familjet e përmbytura, pasi ndodhet me ekspozitën e tij jashtë vendit. Sigurisht Turbushi ka hallën e Ashashit, e Drama ka hallën e pikturave. Hallin e njerëzve këtu nuk e kanë askush. Megjithatë jemi këtu për të parë gjendjen nga afër, për të parë se çfarë mund bëjmë me mundësitë tona të kufizuara. Dhe për t'i bërë thirrje autoriteteve ta lënë propagandën, të vinë këtu, të ndihmojnë njerëzit, t'ju vinë ndihmë sepse nuk kanë ku të fusin kokën. Basha tha se rreshtit e shiut kanë përmbytur qindra familje dhe biznese duke shkaktuar dëme të konsiderueshme.